gjikumë. Dhe tash ti mas lufte normal që kemi klasa të ndryshme shoqërore që kanë ecë edhe është një problem ti përpara po flas për pjesën para luftës tash ti. Nëse të kanë pa me kpucat shkryme jo një keq. Ju ka orë keq dhe kanë menduar që me ta bëni zgjidhje. Sot jo me kpucat shkryme po me të pa pumat se ki firmë origjinal, qeshin. Ndoshta me ta pa që e ki 12-qin, 13-qin dhe jo 15-qin e 16-qin keshin. Jemi bo një shoqni paragjikuese, një shoqni që bullizojmë edhe ma shumë ka njëherë është problemi i shoqnis, prapë e thashtë, sot nështë vetë problemi në familje, sepse me siguri për hir dashnisë të familjes, sekretat dhe çiftet kishin pranuar rreth jetesë, edhe atë mënyrë të jetumit, por është problemi kur e qel derën në tutje, prej kur del për derë, njerëz kthyen me përbuzje, njerëz kthyen me cinizëm, ti sot ne përpara s'kem pas kerë hiç, maksimumi që kam pas kerë me kuaj ose me kije, edhe nuk u kon probleme madh. Po sot me pas një kerë pak më të thjesht keshin, apo thon, është bullizimi, është mentaliteti shoqëror që ka deviju komplet. Edhe atëherë, o kon përveç që këtë kemi qenë barabartë thuja se ekonomikisht, po o kon një ndërgjegje shoqërore, o kon një vedije malor shoqërore në sensin që me të mirë kuptu për kushtet, patjetër edhe për kundër kanë probleme të ndihmu. Sot ki përqeshje, ki bullizim, ki përbuzje, të bojnë moni kesh njerëz të tjerë. Jo që ata ndoshta edhe njihen